Allahun Gjellëshanë e falendrojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatat, selamet, përshëndetjet tona, ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata musliman të cilët e dëshmojnë në veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, jemi në vazhdim të hutbes së kaluar, ku filluam të shpjegojmë për edukatën e fëmijëve tonë, se si duhet t'i edukojmë fëmijët e tonë, disa pika apo disa çështje duhet të kemi ne si prindër, sepse shtylla e familjes, siç e shpjeguam edhe hutbën e kaluar, është prindëri, pasi është edhe fillimi i vitit shkollor, këtu merr pjesë edhe shkolla, edhe mësuesi, por rëndësinë më të madhe te Zoti për edukatën e fëmijët është baba dhe nana. Sado që të angazhohet shkolla për ta edukuar fëmijën, edhe mësuesi për ta edukuar fëmijën tanë, por bie bara përgjegjësia tek ti si prindër, sepse edukata nuk është fëmia ka mundësi me shujt. Jo të mdhej mirë është pak ata fëmijë, domethënë tash mos më na nal neve dersin se fëmia në ata, po është mirë pak mi eduku edhe mi thonë shujni, domethënë se në momentin që hoxha hip hutbe nuk ban me fol hiç. Kështu që prindëri e ka përgjegjësi më të madhe te Zoti për ta edukuar fëmijën, sepse ti ke me konë, ti e çoban si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për familjen tënde. Edhe ti ke mu përgjigj. Andaj ne shpjeguam disa pika edhe kemi ngel te pika e 4. Pika e parë ishte se udhëzimi fillimisht i evladit tanë është në dorën e Zotit. Ne duhet me bë dua me dhon maksimum atë edukatën për t'i edukuar. Por në fund ta di se Allahu ka ndonë udhëzon, ka ndonë devion. E dyta, kjo begati, këto mirësi, këto evlat janë begati për Allahut, ti dush me ditë, është sprov edhe është begati. Nëse din me shfrytzu, keme fitu. Nëse nuk din me shfrytzu, nëse nuk din me eduku ato fëmijët e juaj, ta di se do t'jete sprov për ndonjë dhe në ahiret. E treta ishte ti si bab, ti si prind, dush me konë shembull për evladin tanë. Edhe katërta, pasi tash fillon shkolla, gjeja një shok djalit, gjeja një shoqe vajzës tënde. Që njeriu, djali dhe vajza shkojnë me dikant në shkollë dhe kthehen, sepse s'ka mundësi njeriu me shku vetë dhe marrë vetë. S'ka mundësi njeriu me jetu vetë. Ademi alayhis salam ishte në xhennet, Allah e krijoi Havën nga brinji i tij. E boni një që me jetue me dikant. Musa alayhis salam si pejgamber i tha Allah ma çoni dikan me ndihmue si pejgamber e çoi Harunin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur shkoi prej Mekën në Medinë e kërkoi një shok e mur Ebu Bekrin për me shku në udhtim me bë hijretin e tij. Andaj njeriu edhe një kafe me pi duhet me gjetë një shok, edhe një udhtim me bë duhet me pas një shok, edhe në shkollë me shku duhet me pas një shok. E tash është me rëndësi me pas një shok të jetës tënde, çfarë cilësie duhet me pas ai shoku apo ai shoqja për vajzën tënde, sepse pasi njeriu s'ka mundësi vetë me jetu, vetë me shku, vetë me hangër, vetë me pi, duhet me pas një shok. Andaj sot do t'i shpjegojmë disa pika apo disa çështje, cilësit e shokut apo shoqës së mirë. Kanë thonë ulemat fillimisht, ku t'ja zgjedhish djalit tan një shok për shkollë, ose vajzës tonë një shoqe, zgjedhja një shok musliman i devotshëm që ka sjellje të mirë. Vajzës tonë një muslimane namazdike që ka sjellje, e jo në shok që është shamat i ka në rafal,
Jo naj shok që pin cigare, jo naj shok që pin alkohol, jo naj shok që nuk falet namaz, mos ja zgedh, naj dembel, naj ngelavsh, naj sen. Sepse është fillimin e edukatës, se njeriu ndikohet tek shoku i vet. Shikoni çka thot pejgamberi alayhis salatu wasallam. El meru ala dini khalili falyanzur man yukhalilu. Njeriu është në shfejen e shokut të vet dhe le ta shikon cilin e merr shok për jetën e vet, jetën e tij. Sepse njeriu shoku është pasqyre e jetës tënde. Pasqyre e jetës tënde. Nëse është shoku i mirë, i devotshëm, ka me drejtu nga punët e mira. Nëse është shoku i keq, ta di se kime deviju edhe ti kime bu se aj. Për këtë shkak zgjedhja djalit tanë, vajzës tënde, një të devotshëm, një e devotshme. Pse jo edhe me konë edhe me mbules, me konë namazlike, me konë e sjellshme, me konë e mençme, sepse do të ndikon e tash, a thu vallë, na lejohet me marrë shok që janë namazli, se kush ata kam i udhëzu, se vjen pyetja nëse ne nuk shoshnomi me ata, kush kam i udhëzu ata? Po, ku ta di se te e ke mrinj atë kulmin që nuk ka mundësi me ndiku shokut e te, atëherë po, nasiati jotë ndikon të tjetri, bane një shok që nuk fal namaz edhe te me nasiatin tanë që me drejtu edhe atë shokun tanë. Ama nëse te klase parë, klase ditë qembëll, po flasë, në thënë të fillimi i vitit shkollor, nëse vajza apo djali jot ndikohet tek shoqënia, zgjedhja një shoqe, do të thonë që janë namazlike, që janë të devotshëm. Se thot pejgamberi alayhis salatu wasallam në një hadith tjetër, shoku i mirë dhe shoku i keq janë sikurse ai njeriu i cili shet parfyma, miska. Kur njeriu shkon me një dyqan që shet parfyma, ose ai që shet parfyma ka me të li me parfym, edhe ka me të ardhe era mirë, ose ki me ble, edhe ku qëkësh të shpia, ki me pas dobi. Ama thot shoku i keq, tash pejgamberi alayhis salatu wasallam e cek me një i cili ka zanat farkatari. Te ne në gjuhën tonë është kovaci, që e përdormi ne gazibablit, te kovaci. Andaj, nuk e cek pejgamberi alayhis salatu wasallam për ta nënçmu, se është zanat. Po, thot, kështu është ai shoku i keq, se kur shkon te farkatari, kur e frin ai zjarmin për ta kohë, ose ka me ti djek teshat e tuja, ose ka me të ardhë era tym. Edhe te i keqi, ti s'kon, ndoshta nuk bosh se i keqi, ama ka me të ardhë era keqe, sepse je shoqëru me një alkooliqar, me një drogagji, me një që nuk fal namaz, me një doangji e kështu me radhë. Për këtë shkak zgjedhë shokun e mirë, sikur sa i cili shkon te parfymat, andaj nëse nuk blen, bile ka me të li pak edhe ka me të ardhë era mirë. E dyta, zgjedhë një shok, një shoqe, ai cili të urdhëron për të mirë dhe të ndalon nga e keqa. Të kallëzon se hajde namaz, hajde ndërz, hajde shkojmë te filoni, hajde shkojmë se ka dërz, hajde ta falë namazin, edhe të ndalon nga punë të këqija. Jo vallai sa ti pijet alkooli, jo ati nuk ulmi se pijet shumë doni, jo ati ka muzikë. Andaj, çka shok duhet në jetën tënde? Për atë, thot Allahu xhelle shanu, kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më i mirë. Ju jeni, thot Allahu xhelle shanu, ummeti më i mirë te Allahu xhelle shanu, kur ju urdhnonin nga e mira dhe ndalonin nga e keqa. Nëse ju urdhnonin nga e mira dhe ndalonin nga e keqa, këto njerëz, ky palë të njerëzve janë ummet më i mirë te Allahu xhelle shanu. Për këtë shkak zgjedhë dikant që të urdhnon nga e mira, edhe të ndalon nga e keqa. E treta është ai cili të ndihmon apo është me ty kur ti ke gëzime dhe ti kur ke mërzia. Zgjedhë një shok që atë gëzimin e ndon me shokun tan, edhe mërzin e ndon me shokun tan. Që është me ty edhe në gëzime, që vjen të ne edhe për të mirë edhe për të keq, edhe në dasëm edhe në vdekje. Zgjedhë një shok sepse ai të vyn jetën tënde. Ama mos e zgjedh një shok kur ke ti pasuni, vallai shoqni kemi sa dush. Kur ti je fukara, kur ke mërzia, shoqnia largohet. Pse se e kije shokun për interes, për pozitë, e për punë, e kështu me radhë. Ama jo, ulemat kanë thonë, cilësitë e shokut mirë është
edhe për gëzime, edhe për mërzije, edhe për të mira, edhe për të këqija. Edhe e katërta, do të thënë edhe pse ka shumë cilësi të shokut apo shoqes së mirë për vajzën tënde, ka shumë cilësi që mi pas, po ne po i cekim ato që janë më të rëndësishme që mi pas, që me i majtë mend, që ku ta bësh një shok për djalin tënd apo një shoqe për vajzën tënde, shiko vetëm me familjen, a është mbulume, a është namazlike, a urdhnon nga e mira, a urdhnon nga e keq, a ndalon nga e keqja, a është bia e haxhis, a është bia shoku i filanit i haxhis, a mos është një shok i drogirashit, i pijanicës, apo i vjerë, apo që shan shumë, andaj zgjedhja shokun tënd sepse do të ndikohet në jetën e vete. Edhe e katërta është cilësitë e shokut të mirë, kanë thënë ulemat, është ai shoku i mirë thotë nuk ka xhelozi për të mirat që Allahu xhelleshan t'i ka dhënë, edhe kënaqet, është i kënaq që Allahu ato begati që ja ka dhënë. Është i kënaq me caktimin e Allahut. Se shiko, nëherë shoku dhe shoqja e mirë, kur kiti ndonjë të mirë, nuk xhelozon, nuk thot pse unë nuk e kam e pse ti e ki. Ama shoku dhe shoqja e keqe, kur ti je shembull je i bukur, apo ti ke pasoni, apo ti je i mençëm, apo ti je i pastër me teshat pastra ta shkon në shkollë, andaj ai mundohet me ti përli teshat, ai mundohet me të njollos, apo ajo mundohet me të bë çmos që me të bë si vetja. Pse se ka xhelozi? E këto nuk duhen jetën tënde. Në jetën tënde zgjedhë një shok, një shoqe për vajzën që s'ka xhelozi edhe është i kënaq me caktimin e Allahut. Nëse Allah ty të ka dhënë pasuri, shembull, ta ka blej baba një iPhone. Ajo ka një Samsung apo ka Edione, domethënë një iPhone pak më poshtë. Andaj ti e ki 15-16, ajo ka 11-12. Andaj edhe kur ti nxjerrin tavolinë nuk xhelozon. Pse ti e ki 15-16 sepse baba jot ka punon, është një biznesmen, është milion. Edhe kjo apo ky pajtohet me caktimin e Allahut. Ama ai shoku i cili ka xhelozi, apo ai shoqja e cili ka xhelozi, çka bën më herë? Për xhelozin çka e ka, ta merr ndoshta iPhone-in apo telefon, apo diçka edhe ta them. Edhe pastaj, hajde, ble për zditje kështu më radhë. Për atë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tahasadu, wa la tabagadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Pse është hadith i gatë. Thot pejgamberi alayhi salam, mos keni zili ndaj njëri tjetrit, mos ja ktheni shpinën ndaj njëri tjetrit dhe bëhuni rob të Allahut xhelleshano. Andaj neve, sepse xhelozia ta prish marrëdhënien shoqërore. A kur s'ka xhelozi, andaj shoqëria hec. Ty vëllai ka bën milioner, më ka bën fukara, po do të shkojmë. Edhe ty që të ka bë, ndoshta ti që fukara kime pas dobi pjatina. Ama jo me a mendu të keqen, e jo me thonë, me a hu pa të mirën që ka e ka. Se kjo është mëkati më i madh me pas sikurse që pa xhelozi Iblisi ndaj Ademit alayhis salam. Se kështu Allahu xhaleshon e largoi Iblisin nga rahmeti. Pse? Se i tha Ademit, ti Allahu të ka kriju prej dheut, mu prej zjarmit, e pse unë me transejsh dhe ti? Nuk tha që tamam ty të ka kriju prej dheut që është diçka një element shumë i thjesht, në thonë që e shkelin njerëzit, zjarmi të syri njerëzit është diçka shumë e vlerë, edhe unë e kam patjetër se Allah më ka rënu, ama qka? Xhelozoj. Sepse tha, ty të ka kriju, khalektomin tin, khalektomin e narë, ty të ka kriju nga dheu dhoqi, mund nga zjarmi edhe pse unë me transejde. Atër Allah xheleshanu e largojnë nga rahmeti. Edhe qka tha Iblisi? Tha, jo, tha, apo mle me një afat deri në ditën e kiametit që të bëj shoqëni, shikoni, edhe Iblisi në xhenem do me pas shok me veti, xhamat. Sepse edhe din se xhenemi e pret, ama do të kete, në thonë, me veti xhamat. Për këtë çka xhamat të pranishëm, ta kemi parazysh ne si prind. Po fillon viti shkollor. Pa dyshim se dush një abo kushtet e vladit tanë. Mos me quhe pa fletore, mos me quhe pa lapsa, mos me quhe pa mjetët shkollore. Ti ke obligim, mja plotsu kushtet, që nesër mos me thonë pse
shoku, shoqja i ka lapsat, unë s'kam lapsat. Pse ai dhe ajo ka fletonër, unë s'kam. Pse ai ajo kanë qonta, unë s'kam. Andaj ti e ki obligim, ti si prind, tash fillon viti shkollor, plotësoja kushtet. Edhe lutë Allahun që Allah ta udhëzon. Edhe normal, njën nga sebepet që e cekëm, zgjedhja një shok, një shoqe, djalit, vajzës, shoqe të mirë, që nesër mos thuj vallai çka më gjet për evladin tem, që nuk si e interesu asnjëherë, si a ki bo kushtet asnjëherë, nuk e din me kanë shkon dhe çka shkon, nuk e din çka ka në çantë, a ka fletonër, a ka shminka, a ka duhan, a ka cigare, a ka ato, në thonë cigare që janë elektronike. Andaj ti duhesh me u kujdes, sepse vladi në sukur sa i fidoni, çdo ditë rritët, nësa i fidonin tanë të shtëpia çka e kije, nuk e vadit për çdo ditë me ujë, thahet, edhe vladi jot, nëse ti nuk kujdesesh për vladin tanë, e nesër do të rritët edhe pastaj mos e kryen me thonë çka më gjetë mu, sepse nuk je kujdes, se vladi nesër ka me thonë, ti asnjëherë s'e kon shkollën time. Asnjëherë nuk e ke ditë kanë e kanë kujdestar apo kujdestare. Asnjëherë nuk e interesu kanë e kanë pas shok, asnjëherë nuk e interesu a kanë pas me hangër, a kanë pas me pi, a kanë pas çantë, a kanë pas fletora kështu me radhë. Për këtë shkak bara përgjegjësia bie tek ne. Pastaj edhe te shkolla, edhe te mësuesi apo profesori kështu me radhë. Lutim Allahun xhaleshan që Allahu t'u ban dijen të ëmbël e vladët tonë. Lusim Allahun xhaleshan që Allah t'i ruan nga syri keq, t'i ruan nga sheri, nga punë të këqija, t'i udhëzon nga hajri. Lusim Allahun xhaleshan që gjunat, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiratan e ban, xhenetul firdaus, nasib të na ban. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.